Një aksident i rënd rrugor ka ndodhur mëngjesin e kësaj të martë në aksin Fusharës Fiers në afërsi të fshatit Porav, ku ka humbur jetën 37 vjeçari Alex Uka, drejtuesi një motomjeti. Sipas informacionit paraprak të policisë, rreth orës 8:45 minuta, motomjeti që drejtonte Alex Uka është përplasur me një automjet që drejtohej nga një 59 vjeçar. Si pasojë e përplasjes, 37 vjeçari ka pësuar dëmtime të rënda. Në ndihmë të tij kanë ardhur fillimisht punonësit e një automjeti të OST-s, të cilët po kalonin rastësisht në zonë dhe ka njoftuar menjëherë autoritetet. Për shkak të largësisë nga Puka, Alex Uka është transportuar drejt Spitalit Bashkiak të Bajramcullit. Gjendja e tij shëndetësore ishte tepër e rëndë, ndërsa mjekët kërkuan transportimin urgjent me helikopter drejt Spitalit të Traumës në Tiranë. Pavarësisht përpjekjeve të stafit mjekësor, ai nuk mundi të mbijetonte plagëve të marra dhe ndoroi jetë. Policia njofton se me drejtuesin 59 vjeçar të automjetit po kryen veprimet procedurale, ndërsa grupi hetimor vijon punën për zbardhjen e plotë të rrethanave dhe shkaqeve të aksidentit.